Të çështja të TVSH-s kjo është me tepër se qysh i dën me interpretu të dhënat para opinionit publik. Në rastin konkret të produktet derivateve të naftës në mënyrë automatike do të ndikoj pozitivisht. Jo në mos mbushjen e buxhetit, por do të ndikoj edhe në mbushjen e buxhetit. Pse? Aktualisht nëse merr sasinë e konsumuar periudhën para tash një vit, po supozoj muajin mars me periudhën tash, e ki përgjithmonë e ki sasinë, sepse sasia është duke zbogluar dita ditës. Në momentin që bjen sasia aty, me domos do të binë të dhënat nga buxheti. Qeveria ka si formë më të lehtë që me rritjen e çmimeve dhe që TVSH-ja është i vetmi tatemi i cili mbledhet më së lehti në formë kjo, po me thotë të drejtën që në shtetet skandinave praktikohet edhe llogaritet si TVSH-ja ose lëvizja e TVSH-s për qeveri dembele, kur qeverit kanë mungesë të kreativitetit e përdorin TVSH-n si mundësinë më të lehtë, më të mirë për të mbulluar buxhetin. Po të kishte mundësi të tjera qeveria të ishte me kreative në këtë rast, edhe do të përfitonin qytetarët, edhe do të përfitonin bizneset, edhe do të mbushej buxheti. Në momentin që të bie konsumi, automatikisht ty kanë me të ra edhe të hyrat. Ne kemi edhe vitin e kaluar, që përkundër proklamimeve qeveritare që janë të kaluar të hyrat, kemi mungesë të realizimit të hyrave. Edhe ky vit do të vazhdoj pothuajse i njëjtë, sepse është duke rënë aktiviteti ekonomik. Nuk ka aktivitet ekonomik, është duke rënë konsumi, është duke rënë aktiviteti i bujqve aty në nara. Si mundet sot një kryeministër të qëndrojë në detyrë atë dhe para 5-6 vite kur ka ardhur me plot zërin duke proklamuar që bujqit nuk mund të paguaj naftën njëjtë sikur xhipat e qeverisë, e sot nuk i pa ndalur e pa rreshtur i ka bërë 18 ministri aty duke keq përdorur paranë publike. Si mundet të qëndrojë në pushtet një kryeministër kur e ka rrit kabinetin qeveritar në periudha inflacioniste pa asnjë analizë me shumë pesh në fundit, ju jeni ekonomist vetë, profesor, dhe nuk qenë shumë pesh disa elemente kaq të vogla, pra problemi është që s'ka masa. Kjo është problemi, masa anti-inflacion, masa për shtetërorë që shtohen 100 kontora atje të shtohen, por s'ka dertë që shtohen. Problemi pikërisht që to problemi se kanë kriju politika burokratike që nuk po dhojnë efekt. Se nuk është problemi ato që sa rritet. Problemi është që nuk po dhojnë produktivitet, nuk po e kthejnë atyre që po marrin për qytetarët e vendit dhe për ekonominë e vendit. Kam në lidhje drejt për drejt edhe profesorin Shkumbi Misini me të cilin do të lidhemi për të marrë një opinion edhe nga ai. Misini, përshëndetje. Përshëndetje. Qeveria po paralajmëron një pako 2.0 në vlerë për 200 milionë euro. A është e mjaftueshme dhe a është në kohë? As nuk është mjaftueshme, as nuk është kohë, sepse përgjegjësi kryesor për inflacionin aktualisht është, domethënë, dje që e mata disa produkte që ishin, domethënë, një muaj më parë para se me fillu lufta lindjen e mesme, dikon veç kosta e ndërtimit ka shkuar është rrit mbi 20%. Dhe kostot e produkteve të tjera dje isha në marketet, të konsumit të produkteve të përditshme, dikun ka ngalu 20, dikun 15 dhe dikun 25%, që i vjen në mesatare 20%. Po është e vërtet që zakonisht liderët të Ballkanit Perëndimor e shfrytëzojnë çet moment për arsye se mjetet financiare të cilët i ndan për një strukturë të shoqërisë e cila në farë forme pajtohet me mjetet financiare aty për aty, po nuk e zgjidh problemin, sepse që kryeministri nuk pjap zgjidh problemin e 12 muajve. Po vetëm të një muaji, sa që e shtyn ta kemi rritje të importit. Qeveria